Ndaloni humbjen e klientëve nga gabimet e vogla. Rregulloni këto 7 gjëra sot. Këshilla 1. Përgjigjuni shpejt. Shpejtësia ndërton besim. Synoni për përgjigjet e para në 1 orë. Këshilla 2. Dëgjoni me vëmendje. Përsëritini shqetësimet që klientët të ndihen të dëgjuar, jo të injoruar. Këshilla 3. Personalizoni çdo ndërveprim. Përdorni emra dhe detaje të kaluara. Askujt nuk I pëlqejnë përgjigjet të përsëritura. Këshilla 4. Pranoni gabimet. Një falje e sinqert plus një rregullim I qartë e kthen zgënjimin në besnikëri. Këshilla 5. Fuqizoni ekipin tuaj. Jepuni përfaqësuesve autoritetin për të zgjidhur çështje zakonshme pa vonesa. Këshilla 6. Ndiqni reagimet. Ktheni ankesat në përmirësime të shërbimit apo produktit. Kjo është R&D falas. Këshilla 7. Bëni mbikëqyrje. Një kontroll I shpejt pas zgjidhjes tregon se ju intereson dhe parandallon problemet e përsëritura. Bëni këto 7 gjëra vazhdimisht, dhe jo vetëm që do të ulni largimet, do të përmirësoni shërbimet apo produktet, shpejtësinë dhe reputacionin, të gjitha njëherësh. Dëshironi një listë kontrolli njëfaqëse për të ndarë me ekipin tuaj. Klikoni lidhjen dhe bëjeni shërbimin e shkëlqyer normë.